Leka, ka një konstatim të gjithë atyre që kanë ndjekur 3 ndeshje në Vllaznisë në Kupën e Evropës këtij sezoni që nga ndeshje në ndeshje performanca e ekipit ka ardhur korrekt. Po, është normale, konstatimi drejt, sepse siç e thanë edhe vajzat këtë vit kanë ardhur shumë lojtarë të reja, kanë dojnë kohën e vet të harmonizohen me grupin, të harmonizohen me mënyrën e lojës që let Vllaznia dhe nga ndeshja në ndeshje vajzat kanë filluar mu harmonizu, kështu që është drejt e konstatim që mund të thënë njerëzit. Gjeni më afër kualifikimin profesor, pas fitohet ndeshjen e parë apo do të jeni kujdesshëm? Na do të jemi shumë kujdesshëm. Normalisht që e njejmë kualifikimin, normalisht që na do të bëjmë hysmetin punë që të kualifikohemi, sepse nuk do të lëmë vetëm fitores ndeshjes parë, sepse futbolli ka të papriturat e veta, por to pak ditë që kemi pas dispozicion, e na mundu që ato gabimet e ndeshjes parë, pavarësisht se fituame, ato gabimet e ndeshjes parë të riparojmë që në ndeshjen e dytë të nxjerrim një lojë sa më të bukur dhe normalisht edhe me fitore, sepse do të jena 100% në lojën në ndeshjen e dytë që të kualifikohemi. Pra nuk do t'ja lëmë vetëm ndeshjes parë. Në ndeshjen e parë ndaj ekipit ukrainez, në arën e sy rastet e shumta. Kjo tregon që skuadra punon mirë në mënyrë sulmuese. Pa diskutim që në manovrën sulmuese, në fazën sulmuese, skuadra duke punuar mirë. Por këto ditë, siç e thash më përpara, këto ditë kemi punu që edhe për fazën mbrojtëse, se faza mbrojtëse do fillojë nga lart. Kështu që do të kena punu edhe për fazën mbrojtëse që mos të lëmë hapësina boshe mrapa kundërshtarit që të na godasin. Dhe besoj që vajzat sikur të kryejnë gjitha vajzat detyrat që i jepin nga stafi teknik, atëherë normalisht që ne jena drejt atij hapit kualifikimit, objektivit që kena për vetes. 2-0 ndeshja e parë, e dyta luhet përsëri në shkollë. Duhet të shanset janë më për kalimin tuaj tjetër. Po, është normale që kur të luash të dy ndeshjet në fushën tënde, janë shanset më të mëdha, jena para publikut tonë, ti publik jashtëzakonshëm që na mbështet vazhdimisht në çdo ndeshje, por gjithmonë çdo gjë don kujdesin e vet. Dhe ne do të kemi kujdes, do të bëjmë kujdes që të punojmë fort, të shënojmë dhe mos të psojmë. Deri ku mund të shkojmë në Europa Cup Vllaznia? Kjo është një kupë e re dhe në këtë kupë janë gjitha ekipe elitare, ekipe që janë vendeve dyta në shumë shtete të njohur në Europë për futbollin, por janë edhe ekipe që vijnë nga Champions League, që luajnë në Champions League. Pra ne do t'i marrim ndeshjet gjitha me radhë dhe të ecim sa më lart. Faleminderit. Faleminderit për ju.